në marrëveshje me sipër agent të infiltruar të policisë kriminale. Bravo. Mashtruan kryengritësit se në shtëpinë e ish diktatorit banon Edi Rama. Dhe kjo gjalli një revolt të pakufishme dhe bëri që ata t'i përvishën asaj banese. E gjithë beteja ishte shpërthim urrejtje ndaj Edi Ramës dhe jo ndaj ndërtesave. Por Edi Rama nuk banon të aty miq. Edi Rama banon të tek vile me Messheu. Prandaj Edi tani fut jo një agent, po dhe 120 agent po të fusish, nuk do mund të devjosh ma. Të dim ku je, në Surrel ose tek vila me Messheu. Kjo është e vërteta. Për sqarim, për të tjerat ju i pat vetë madhështinë e protestës e revoltës tonë paqësore.